Ish kryeministri italian Massimo D'Alema u tha miqve të tij së fundmi pas një takimi në Pekin se Vladimir Putin dukej shumë i rrëskapitur dhe duhet mbahej nga dy persona. Corriere della Sera raporton se edhe pse pamjet zyrtare nuk dhan këtë përshtypje, D'Alema këmbgul se takimi i afërt me kreun e Kremlinit e kishte habitur. Shëndeti i Putin ka qenë objekt spekulimesh për vite me radhë. Nga tumoret dhe sëmundja e Parkinsonit deri te sindroma e Cushing janë përfolur se kanë prekur liderin rus, por Kremlini i ka mohuar vazhdimisht të gjitha këto. Në të njëjtën kohë, zyrtarët rus të sigurisë dihet se mbledhin gjurmë biologjike të tij gjatë udhëtimeve për të parandaluar zbulimin e të dhënave gjenetike dhe trajtimeve të mundshme. As shërbimet e inteligjencës amerikane dhe as ato britanike nuk kanë aktualisht prova se Putin vuan nga ndonjë sëmundje serioze, por pranojnë se po monitorojnë nga afër çdo tregues. D'Alema nuk bëri diagnoza, por theksoi se Putin i kujtoi Silvio Berlusconi në periudhën e fundit të jetës së tij. Edhe biseda mes Putin dhe Xi Jinping në Pekin ngriti çështjen e pleqërisë dhe jetëgjatësisë, ndërsa udhëheqësi kinez i tha kreut Kremlinit se dikush mund të jetë ende i ri në të 70-tat. Po ashtu Putin vendosi theksin tek bioteknologjia dhe ideja e pavdekshmërisë teksa komunikonin së bashku.